happy day. Oh, happy day. Mirëmëngjesi, mirë se vini në Happy Day në programin e mëngjesit në Klan Maqedoni. Jemi bashkë përsëri deri në orën 10 që tani të fillojmë dhe këtë javë. Është e hënë sot, javë të mbarë gjithë juve që i keni i natë të hënat, me gjithë mua. Po që dhe kjo është një ditë e Zotit që duhet kaluar patjetër dhe që duhet kaluar bile me ende më shumë vullnet dhe motiv për të filluar javën që na pret për para, për ta punuara. Oh, happy day. Tani do të kalojmë te kalendari historik për 20 marsin. Sa shpejt kalojnë muajt. Do flasim sigurisht më vonë edhe për ngjarjet më të reja, pra sa i përket fundjavës ku e dini që lajmet nga Ohri ishin kryefjala e ditës së shtunë për marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë. Do të flasim mëngjersisht gjatë programit për atë se çfarë janë marrëvesh dhe çfarë s'janë marrëvesh. E nesër në studio do ta kemi kolegen Teuta Buçi, e cila e ka ndjekur nga afër gjithë takimin. Por fillimisht kalendari historik për 20 marsin. 1915 në ditën e sotme, Albert Einstein botoi teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit. Relativiteti i përgjithshëm, ose GR, i njohur gjithashtu si teoria e përgjithshme e relativitetit, GTR, është teoria gjeometrike e gravitetit e botuar nga Albert Einstein në 1915 dhe përshkrimi aktual i gravitetit në fizikën moderne. Ky studim shkencor e bëri Einsteinin të famshëm në mbar botën. 1956, në ditën e sotme, Tunizia fiton pavarësi nga Franca. Procesi i pavarësisë tuniziane ndodhi nga 1952 deri në 1956 mes Francës dhe një lëvizje separatiste të udhëhequr nga Habib Bourguiba. Bourguiba u bë kryeminist i parë i mbretërisë së Tunizisë pasi negociatat me Francën i dhanë fund me sukses protektoratit kolonial që çoi në pavarësi. Ky vend ishte ndër të fundit në Afrikën e Veriut që u shkëput nga kolonializimi. 1957 në ditën e sotme ka lindur në Atlanta Spike Lee. Lee është një regjisor, producent, shkrimtar dhe aktor amerikan. Ai bëri debutimin e tij si drejtues në She's Gotta Have It, që atëherë ai ka shkruar dhe drejtuar filma të tillë si Do the Thing Think, Jungle Fever, Malcolm X, He Got Game, The King's Original of Comedy, 25 Hours, Inside Man e të tjera. Dhe sot Lee ka ditëlindjen. Ai gjithashtu ka vepruar në 10 filmat e tij si aktor. 1990 më 20 mars, gruaja e Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, hidhet në gjyq për rishfet, përvetësim dhe zhvatje. Imelda Romualdez Marcos ishte zonja e parë e Filipinave për 21 vite, gjatë së cilës ajo dhe burri i saj besohet se kanë grumbulluar në mënyrë të paligjshme një multipasuri personale $1 miliard amerikan, pjesa më e madhe së cilës ende mbetet e pambaruar. Pasuria e saj u vlerësua të ishte në $24 miliard në 1979 dhe sot vlerësohet të jetë së paku $30 miliard. E kështu vidhet. Kështu soset shteti. Wow. Në 79-ën kam vjedhur bashkë pra zonja e parë e Ferdinand Marcos. O zot, zonja e parë e Filipinave. Për 21 vite kanë mbledhur $24 miliard nga shteti. Por është në gjyq tani. 1995 në ditën e sotme, kulti japonez Aum Shinrikyo kryen një sulm me gaz në metron e Tokios, duke vrarë 13 vetë dhe duke plagosur mbi 6200 të tjerë. Në 5 sulme të koordinuara, autorët lëshuan sarin në 3 linja të metros së Tokios dhe përveç 13 të vrarëve dhe të plagosurve të tjerë,
shkaktuan probleme të përkohshme të shikimit për afro 1000. Ky konsiderohet si një ndër sulmet më të egra terroriste në Japoni. Në 2003, në 20 mars, në orët e para të mëngjesit, Shtetet e Bashkuara dhe 3 vende të tjera, Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Polonia, fillojnë operacionet ushtarake për pushtimin e Irakut. Pushtimi i Irakut i vitit 2003 ishte faza e parë e luftës. Faza e pushtimit filloi më 19 mars 2003 me ajër dhe 20 mars 2003 në tokë dhe zgjati pak më shumë se një muaj duke përfshirë 26 ditë operacioneve të mëdha luftarake. Dhe në 2017, në ditën e sotme, ka vdekur në moshën 101 vjeçare David Rockefeller. Sot dita e pasanikëve. Rockefeller ishte një bankier amerikan që shërbeu si kryetar dhe kryeshef ekzekutiv i Case Manhattan Corporation. Ai ishte antari më i vjetër i gjallë i gjeneratës së tretë të familjes Rockefeller dhe patriark i familjes nga ngushti 2004 deri në vdekjen e tij në mars të 2017-s. Ai u vure për lidhjet e tij të gjera politike dhe udhëtimet e huaja në të cilat u takua me shumë lider të tjerë. Ciao mami. Do shkem tani te dita ndërkombëtare, është një ditë shumë e rëndësishme ndërkombëtare e lumturisë. Dhe unë nuk e kam ditur se është dita e lumturisë, po sot ashtu jam zgjuar që në mëngjes me një energji shtesë, me një qetësi shpirtërore, pra me lumturi, se lumturia ndryshe nuk përshkruhet apo jo, kur je i qetë, kur je mirë, kur e ke atë terezin tënde, kjo është lumturia, se s'ka brinj e njerëzit çdo herë mendojmë se nocioni i lumturisë përfshin gjithçka që filmat hollywoodian na japin ose që njerëzimi çdo herë ka ndërruar ose 24 miliard dollarët e kështu me radhë. Por që të shohim se çfarë thonë në fakt shkencëtarët dhe njerëzit kompetentuese e bukur. Sot është dita ndërkombëtare e lumturisë, ja 3 gishtat lumtur, bravo Valon. Bota vërtet thot ka nevojë për një ditë plot buzëqeshje dhe prandaj Kombet e Bashkuara shpallën ditë ndërkombëtare të lumturisë. Ajo ditë është 20 marsi që është po ashtu dhe dita e parë e pranverës. Ua, si harova, po pra. Dhe kemi plot arsye për të na qeshur fytyra dhe të jemi të lumtur. Në korrik të 2012-s, Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara adoptoi një rezolutë sipas së cilës dita ndërkombëtare e lumturisë do të shënohet çdo vit më 20 mars. Për të festuar, njerëz në gjithë botën organizohen dhe u sjellin lumturi të tjerëve. E nëse diku në botë ekziston një njeri që do të ishte model lumturie, atëherë ai do të ishte Don Johnson nga Niagara, një muzikant i cili shpesh mund të gjendet duke argëtuar njerëz në ngjarje të ndryshme, spitale, madje edhe qendra për kujdesje shëndetësore. Ja që thot ai, më pëlqen jeta dhe jam mirënjohës se tani jam 87 vjeç dhe gjithçka me mua është okay. Thot Johnson, shtëpia e cilit është e mbushur me certifikata dhe plakat falënderimi nga organizata të shumta. Muzika ka një kuptim të madh për jetën time. Kur shkoni në spital apo në qendër për kujdesje shëndetësore dhe e shihni ndonjë njeri që nuk është dhe aq mirë, atëherë filloj të luaj ndonjë këngë që ata e pëlqejnë, sikur kjo të ishte gjëja e fundit që mund të bëj për ta. Ndoshta i kam bërë të ndjen të lumtur vetëm për një ditë apo për të paktën disa minuta, ka shtuar Johnson. Ai megjithatë thotë se ka ditë kur nuk është aq i disponuar, por e gjithë që i duhet të bënte është të merrte instrumentin e tij të preferuar, një lloj kitare e quajtur banjo, që edhe për herë shkon në një botë tjetër. Nuk mund ta blini lumturinë, duhet ta përjetoni, ka shtuar ai. Dhe tani vazhdo një histori tjetër, të gjithë ata që e njohin Wayne Pine, qoftë nëpërmjet një prej organizatave të cilave i takon apo nëpërmjet Facebook, e di se ai gjithmonë ka fjalin kurajuese për ata që mund të jenë duke kaluar kohra të vështira. Nuk ka shpërblim më të madh në jetë se sa të dish se e ke ndihmuar dikë përgjatë rrugës, që të ketë një të nesërme më të mirë, ka thënë banori 67 vjeçari Niagarës. Bëni gjëra të caktuara për njerëzit për shkak se brengoseni për ta. Nuk ka të bëjë me kërkimin e ndonjë shpërblimi. Ka njerëz përreth botës të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin. Lumturia ka të bëjë me dashurinë për familjen, për njerëzit, për besimin, për flamurin, për shtetin. Dhe çfarë nënkupton lumturia për njerëzit si
Michael Buseri, asistent profesor i psikologjisë në Universitetin Brock, i cili ka bërë studime në këtë fushë. Të shohim tani. Në pjesën më të madhe, lumturia varet nga vetë fakti se si njerëzit e definojnë atë. Ka thënë Buseri, i cili pranon se nuk e ka përgjigjen magjike. Disa njerëz e imagjinojnë lumturinë si diçka që ndodh nga momenti në moment, nga minuti në minutë dhe në rastet kur ndihen pozitivisht apo negativisht. Të tjerët e imagjinojnë lumturinë më shumë si një veçori karakteri, është pjesë e personalitetit të tyre dhe e bartin atë me vete në çdo eksperiencë që përjetojnë, ka thënë ai. Në disa studime të tjera të kryera gjatë viteve të fundit, lumturia është zhvilluar bazuar në idetë e vetë mënyrës së jetesës, nëse ajo është me kuptim dhe me qëllim. Por një përgjigje e vetme definitive nuk është nxjerrë asnjëherë. Çfarë thonë të famshmit për lumturinë? Numroni moshën sipas miqve, jo sipas vjetëve. Vlerësoni jetën sipas buzëqeshjeve, jo sipas lotëve, ka thënë John Lennon. Çdo minutë zemërimi ju shkakton humbjen e 60 sekondave lumturi, ka thënë Emerson. Lumturi është kur ajo që mendoni, ajo që thoni dhe ajo që bëni janë në harmoni. Mahatma Gandhi. Lumturia nuk është diçka që ju ofrohet si e gatshme, ajo vjen nga vetë veprimet tuaja. Dalai Lama në shekullin 14. Dhe shumë definicione të tjera të cilat, siç e shihni dhe shkenca nuk mund të definojë saktë dhe nuk e ka përgjigjen magjike për lumturinë. Çfarë do të thonë? Çfarë është nocioni i lumturisë? Prandaj secili nga ne besoj e ka brenda dhe mund ta gjej brenda vetes, asnjëherë jashtë vetes, asnjëherë për gjëra të cilat janë materiale, blihen, harxhohen, vinë, shkojnë e kështu me radhë, po për atë që dhe lexuam, pra sa mirë ndjehemi kur e ndihmojmë dikë ose kur ndjehemi të vyshëm, pra kemi zënë një vend në këtë shoqëri dhe jemi bërë pozitiv në atë vend në shoqëri. Pse se kaq është lumturia dhe pozitivitet për të jetuar momentin, për të vjedhur një moment të bukur nga jeta dhe për të qenë okay, siç kishte thënë dhe gruaja e lumturisë që lexuam tani artikullin. Oh, happy day. Do kthehemi pas ushtrimeve, pra tani është koha për të bërë këtë aktivitetin fizik të mëngjesit, sado që të përtoni, është mirë të bëni pakës lëvizje çdo ditë, 10-15 minuta ju tregoj Nita me Majlindën se si të bëni lëvizjet për të përfshirë gjithë trupin, pra nëse na ndiqni çdo ditë, por keni videot edhe në YouTube për të ushtruar në çfarëdo kohë që doni gjatë ditës. Dhe më vonë, pra pas videos, do të kthehemi me lajmet e mëngjesit, ku kryefjala është marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë që ndodhi në Ohër. Do të flasim më gjerësisht përmes kronikave të 24 orësh të fundit në edicionin e parë informativ, menjëherë pas ushtrimeve. Oh, happy day. Hola, përshëndetje. Hola chicas. Hola chicas edhe Chiquitos. Chiquitos. Mujeres. Nëse. Përshëndetje, shpresoj që jeni mirë edhe për këtë ditë. Unë me Majlinda jemi shumë me energji të mirë, presim kemi filluar xhirimet, jemi kështu shpërmësysh. Dhe si që premtova, 3 epizodat, 2 kaluara dhe tash të sotshme do të kemi me shkop. Majlinda, çfarë ushtrime do bëjmë Sot do kemi kështu pakës si aerobik me shkop dhe ushtrime me barku, do e kombinojmë. Okej. Mos i lodhim shumë për vikend. Po, duhet ka fundin më të relaksohemi pak edhe duhet një gati për vikendin. Fundjavër, ndryshe. Mira, jemi gati të fillojmë? Po. Gjejmë një hapësirë ku do ne të përshtatshme më përplasen në njëra me tjetrën. Nëse jemi ma shumë gra në një romë. Dhe tash e vendosim shkopin nga ana e djathtë dhe shkojmë me një lart, shkojmë këtu. Prej fillit me energji. Edhe nga raso hapim. Edhe përcjellja shkopin anës tjetër. Edhe këtu. Kapim ditën. Dhe ndryshojmë që e kemi zotru ritmin edhe përcjell. 1, 2, 3. Jemi shumë të lumtur që mbaroj javën. Edhe tash në rast.
Edhe tash shkojmë 2, edhe lart, 2, para, 2, lart, 2. Edhe 2, edhe 1. Edhe push-up. Mbushë me ajer, qetësof të rahra të zemrës, dhe kur të jesh gati, shkojmë majtas, djathtas, 1, 2. Majtas, djathtas, 1. Nëse s'mundesh, ata nga pak. Që shkopin, 1, 2. Kur të shkoj me shkopin në këndej, kam t'i mbylli, më? Po. Ose 1, 2. Pra majtas, djathtas, 1, 2. Majtas, djathtas, 1, 2. Edhe 1. Edhe më shumë. Ta shkojmë një hap para, shko para, edhe qëmë bra, edhe në kona tju, para, qëmë bra. Mundohu sa më lartë të qëjtëmë, është pak sfiduese, nëse s'mundesh s'ka gajle të rriqim shtu, është pak hile, ama hile pozitive. Edhe këtu push-up-a, mbushi me ajer, mbasë në marë, edhe shprot. Pra, me të në tre, mbasë në marë, edhe shprot. Edhe 1. Edhe tash si e kishim lëvizjen para braket, shkojmë shtu. Koma e pjatës para, shkojmë 1, edhe të rriqë. 2. Edhe kthehemi nga në djathtë, kthehemi qendër. I kemi 3 lëvizje. Pra, lëvizja e parë, e dyta, edhe 3 kthehemi në pozën bazë. Edhe 1. Edhe tash bëhemi gati, edhe bëhemi tjetër. Fillojmë. Kthejë trupin. Kthejë trupin, shikimi, kthejë dhe gjokësit. Edhe 1. Edhe push-up. Edhe ta shkojmë parë. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vallëzojmë në weekend. Dhe mi gati kur dalim. 2, 3, 4. 1, 2, po, bëjmë gati për dalë. Edhe ta shfillojmë nga nga tjetër. 1, 2, edhe të rrishëm brama. 1, 2, tap, tap, tap. 1, 2, tap, tap, tap. 1, 2, tap, tap, tap. Edhe 1. Edhe unë mendoj se për këtë blokun kardio aerobik mjafton, tash shkojmë shtrihemi, e shkojmë pak barku, po, se tash si është moda këtë high waist, edhe waist duket më i hollë, po. Dhe mi gati për verën tjetër. Nëse këtë verën s'kemi qenë gati, barën verën tjetër t'jemi gati. Tash shkojmë shtrihemi. Dërsa tash shkojmë me këmbët i kryqëzojmë, edhe shkojmë 1, 2, edhe 1, 2, 2, edhe 1. Shtri mrapa, shtri, 2 sekonda la, shtri, 2 sekonda, dhe shkojmë. Shkojmë i qëtësoj. Shkojmë
Veç me këmbën e majtë lartë, edhe me shkopin në gjithet i lartë. Dhe terë në brashë. Këtu marrë në ferë dhe lartë shprasë. Nga tekë në pozicion mundu të gjithesh lartë. Dhe tash, do kemi valuar në kërkën. Vazhdojmë të qafën, edhe këtu në të ferë, shprasë, në të ferë. Kini në se vlerëson, është i vetë në statara në vështi. Unë do që të kemi matranda, Në të kemi në sartë. Super. Tash i qëmë të dy këmbën. Kjo është pak në vështirë, ato paragrafe, në të edhe shprasë. Në gjithë drejtim shputave. Dhe kur të kësh mbaruar Mika, mund të vish në këtë pozitë. Ti janë barove? Mlojë mu të bëjmë shtrime? Po, unë e disha ta shikoj. A i bon mirë, ku ka rritë. Ti lëshë dash flokët se... Për të gjitha ato të cilat nuk mund të mbajnë këmbët shuna ajër, lirish mund t'i ule. Kjo është modifikimi. Dhe shkojmë majtas, djathë. Lundro majtas, djathë. Edhe 2, edhe 1. Pusho. Ushtrimi tjetër do t'jetë i ngjajshëm, mirë për lëvizja do jetë krejt tjetër. Shputa sërish lartë dhe shtojmë lëvizjeve tona. Majtas djathë. Sërish i brapa, që u lartë, sërish të rriqë, që u lartë. Mersim të shprasut, mersim të shprasut. Mund të bëni nga sa mundeni, tash nëse së mundeni këmbët poshtë, modifikon. Edhe pusho. Në vazhdim, ndryshon këtë. Mersim të edhe shprasut. Ta tregoj modifikimin. Në që se së mundesh, bëne këtë. 1, 2, të rriqe edhe këmbën edhe dorën. Edhe në tjetër një. Pusho të pak. Bashkoj shputat. Mund të shkopin të blokosh të shputat. Edhe qoj balin drejtim të shputave. Ja, pësë këtë. Aca mundesh që coj. Sërish shtrihemi mbrapa. Edhe shtë majtës djathë. Preke shputën e majtë, shputën e djathë. Shputën e majtë. Nga tetë. Edhe pusho. Ta shto me duart në brapa. Ngrijemi në gjithë në këtë pozitë. Dhe nga dalë. Fillim i shtojnë duart. Qojnë nga da, dhe të rritë brapa. Lartë. Të rritë duart në partë. Edhe të rritë.
qëndrojmë kështu lart. I hapim gjut. Shtojmë nga nga djatë, një të gjokësin, një, të rriqim nga. Lajtë të thellë, shprazu. Nga pesë, edhe da shpesë nga në tjë. Të gjokësi, bravo. Të rriqim. Edhe një. E tash njëtën, e përmë edhe këtu në qëndër. Të rriqim brapa, gjërë të gjokësën. Me e këtë dhe shtrazo. Preksani të bëjmë zije. Edhe 5, 4, 3, 2, dhe 1. Ting, ting! Ting! Na jenë ta i ndaruam ushtrimet. Na ke lotë sot veç. Sot na ke bërë ushtrime, ndoshta se di... Ma të vështira se... Ky episod, po, ndoshta se unë, për vete, personalisht, ushtrimet e barkut i kam... Shumica i kanë natë. Ma të rëndat më duken prej gjithave. Po duken të mërzitshme, se është një lëvizje mekanike që përsëritet. Ama duhet t'i bëjmë për ta pas një bark të tonifikuar. Nga dalë do binden edhe shikues, po. Mirë, shikues të dashur, mbaroi edhe kjo epizod me sukses dhe deri në episodin e radhës do kemi edhe shumë surpriza me Majlindën. Po. Deri atëherë, mirëmbëjtje, ju duam fort dhe miru takofshim. Miru takofshim, miru pafshim, të mirë. Oh, happy day. Do vazhdojmë të flasim në lajme në pak minuta për të njëjtën temë. Mbreti i plehrave kanë quajtur Macronin është në rrezik pasi rritet tensioni pas planit të pensioneve. Macron shpresonte se plani i tij për rritjen e moshës së daljes në pension nga 62 në 64 do të theksonte edhe më tej trashëgiminë e tij si presidenti që transformoi ekonominë e Francës për shekullin 21, por në vend të kësaj ai po përballet me greva të dhunshme. Lëvizja e tij për pensionet ka ngjallur debat dhe zemrim te populli. Pavarësisht protestave, Macron ka heshtur për këtë temë, që kur u bë president në vitin 2017, ai është akuzuar shpesh për arrogancë dhe mungesë kontakti me popullin, i perceptuar si presidenti të pasurve. Macron gjalli pa kënaqësi pasi i tha një njeriu të papunë se i duhej vetëm të kalonte rrugën për të gjetur punë dhe pasi ka sugjeruar se disa punëtorë të francezë ishin dembel. Vazhdojmë te lajmi tjetër, një grup i krishterë amerikan akuzohet se ka fshehur abuzimet seksuale të mitërve. Michelle Chell Roland u bashkua dikur me kisha ndërkombëtare të Krishtit. Ajo nuk e kishte imagjinuar kur se 3 dekada më vonë do të drejtonte një betejë ligjore, duke akuzuar organizatën e diskutueshme fetare të krishterë se mundsoi dhe mbulonte ngacmimin seksual të fëmijëve në kongregacionin e saj. Roland dhe avokati i saj, Bobby Samini, kanë ngritur një ser padish kundër kishave ndërkombëtare të Krishtit. Ata pretendojnë se udhëheqësit e organizatës nuk raportuan si dhe komplotuan për të fshehur abuzimin seksual dhe emocional të grave dhe fëmijëve. Ky është abuzim pushteti, shpirtërisht, fizikisht, psikologjisht, financiarisht dhe seksualisht, ka thënë Roland më tej. Lajmi i radhës, shoku i mirë i vjetër, marrëdhëniet Rusi-Kin. Vladimir Putin ka lavdëruar mikun e mirë të vjetër Xi Jinping në një artikull gazete të botuar në Kin në prag të një vizite shtetërore të presidentit kinez, që do të forcoj lidhjet e forta të liderëve dhe do të jap Moskës një mundësi për të theksuar se nuk është e izoluar nga komuniteti global. Të dy udhëheqësit, të cilët besohet se kanë një marrëdhënie të fortë personale, do të takohen të hënën, pra sot, ndjekur nga një drekë jo formale, ka thënë zëdhënësi i Putinit. Në një artikull të shkruar për një gazetë kineze të dielën, Putin mirëpriti gatishmërinë e Kinës për të luajtur atë që ai e karakterizoi si një rol konstruktiv në zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Viktoria do të ndaloj përshëndetje naziste pas skenave të neveritshme në protestën kundër transgjinorëve, është lajmi i fundit.
Qeveria e Viktorias në Australi do të ndaloj përshëndetje naziste brenda disa muajsh pasi gjesti u përdor në një protestë të neonazistëve në fundjavë. Njerëzit kundër transgjinorëve u përleshën me aktivistët pro të drejtave të transgjinorëve jashtë parlamentit të Viktorias. E një grup prej rreth 30 burrash nga rrjeti socialist nacionalist marshuan duke kryer vazhdimisht përshëndetje naziste. Sjellja që pam në fundjavë ishte e neveritshme, frikacake, një ndjenjë trishtimi, zemërimi dhe mosbesimi, ka thënë prokuroria e përgjithshme e Viktorias. Jacqueline Syme për ABC News është e qartë se ky simbol po përdoret për të nxitur urrëtie kundër një larmie njerëzish, një ser grupesh minoritare, është thënë mëtej. Oh, happy day. Ka ardhur koha tani për bisedën e mëngjesit, siç u lajmërova që në mëngjes që kur e hapëm programin, Shaban Siranin e kemi në Turqi, në Izmir, dhe sot do të na sjell dy intervista me dy personazhe shqiptar që jetojnë në Izmir, zotin Shefqet Balla, që kontribuojnë gjithashtu dhe në mësimin e gjuhës shqipe të 2.5 milion shqiptarëve që jetojnë në Izmir, dhe zotin Husein Bajru, gjithashtu shqiptar nga Izmiri, për të treguar se si jetojnë kaq shumë shqiptar në këtë qytet. E kemi tani në lidhje drejt për drejt nga Izmiri, Shaban Sinanin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Izmiri i Turqisë. Si jeni atje në Teklan, Maqedonia? Jemi mirë, Shaban, jemi si çdo të hënë. Ti je më mirë, besoj. Shumë na mungon, po ja përmes lidhjes do ta kompenzosh mungesën, ë? Tuta, edhe Mos u humb lidhje. Interneti ndoshta I dohet. Po ja ku kemi Shaban. Po, okay, Shabi, a je mirë? Si ke kaluar në Izmir? Si je zgjuar? Si ke filluar javën? Ne mirë. Po, mirë, kemi filluar. Rezultatet që shënon ekipet tona janë shumë të mira, pra edhe Shkupi, edhe Shkëndia, edhe Struga Trimlum ka shënuar suksese të mira dhe jemi të kënaqur në ata. Por Shabani ndodhet në Izmir me pjesën e komunitetit shqiptar në Turqi, pra fillimisht në Bursa dhe aktualisht jemi në Izmir. Atje ku ka shumë pak shqiptar, afro 2 milionë gjysmë. Shumë pak, shumë pak. Pikërisht këtu jemi në, po shumë pak, 2 milionë gjysmë shqiptar. Aktualisht gjendemi në zyrën në Karshi, në komunën Karshiaka në Izmir, dhe fillimisht kemi kryetarin e shoqatës Çame, zotin Husein Bajru, I cili do na njofton shkurtimisht për punën e kësaj shoqate që vepron këtu në qytetin e Izmirit, ku tham se ka shumë pak shqiptar, mbi 2 milionë gjysmë. Po, zoti Husein na thuaj diçka për shoqatën Çame këtu në Izmir të Turqisë. Përshëndetje nga Izmiri. Përshëndetje, zoti Husein. Si jeni mirë? Faleminderit, mirë. Si jeni zgjuar ju? Faleminderit shumë. Unë quhem Husein Bajru, jam kryetari I shoqatës Çameria në Izmir. Unë kam lëndur në Turqi, edhe babai im ka lëndur në Turqi, por gjyshi im ka ardhur nga Çameria, fshati është I Karbunari, 1923. Punojnë në Izmir me familja bashkë, jam martuar me gruaj Çam, edhe kam 2 djem. Punojnë në shoqate, punojnë për Çameria. Kemi pak probleme me internetin. Ja pra, zoti Huseini është nga Çameria me preardhje dhe jeton tani në Izmir bashkë me 2.5 milion shqiptarë të tjerë si kryetari shoqatës në fakt Çameria, siç u prezantua. Po, kishim një shkëputje të vogël, Shaban. Pra është duke folë zotri Huseini për sa më vjen zorë. Presim, sigurisht që do rregullohet. Vetëm pak sa të stabilizohet rrjeti, Shaban. Sepse ke ndërprerje, të dëgjojmë tani, mund të vazhdoj zoti Huseini, po?
Po, mund të vazhdoni na thoni sa antar ka shoqata Çame, me çfarë merret, cila është veprimtaria e saj kështu me radhë. Ashtë. Bëjmë shumë aktivite kulturore për Çameria, edhe në shoqate Çameria kemi kursi gjuhën shqipe. Ka 1500 zënës. Edhe unë nuk dija gjuhën shqipe, por tani mësova në shoqate Çameria pas 50 vjeç. Jam shumë lumtur që mësova gjuhën shqipe. Do me thënë, porosia është se ai që don të mëson gjuhën amtare, gjuhën e nënës, edhe pas 50 viteve mund të mëson. Kështu ka ndodhur me zotri Husejnin, i cili gjuhën shqipe ka mësuar pas 50 viteve, edhe atë këtu në Izmir të Turqisë. A keni ndonjë porosi për shqiptarët e Ja e shohim dhe Shabanin në Izmir duke treguar dhe mbi shkrimet e qyteteve në fakt, të cilat janë vendosur në backgroundin ose në prapavijën e flamurit shqiptar. Thot një komp, një gjuhë, një flamur, dhe ja ku jam bashkë me zoti Husejnin, me i cili, si që dëgjuam nga përgjigjet e tij, pra ka mësuar shqipen 50 vite më vonë, në moshën 50 vjeçare, nga dëshira e madhe që të ruaj traditën, kulturën e vet shqiptare, si që dëgjuam me trashëgimi nga Çameria, ka mësuar tani në këtë moshë gjuhën shqipe. Asnjëherë nuk është vonë për të kultivuar traditën, për të kultivuar çështjen kombëtare. Sigurisht duke u nisur nga vetja, u shkëput Shabani, presim që të lidhemi përsëri. Tani nuk e di, rrjeti ka problem, po besoj që ja vlen të dëgjojmë se çfarë kanë të thuan përfaqësuesit të kësaj organizate jo qeveritare e cila funksionon në Izmir dhe që mbajnë gjallë shpirtin shqiptar, në fakt të 2.5 milion shqiptarëve që jetojnë atje. E kemi Shabanin? Nuk e kemi Shabanin? Nuk e kemi fare Shabanin? Mos më thuaj. E presim sigurisht të rikthehet lidhja dhe pak do provojmë që të bëjmë intervistën të cilën e filluam pak minuta më herët dhe dëgjuam ca detaje vetëm nga organizata Çameria, ja shohim dhe pamjet nga jashtë, pra nga objekti kësaj organizate, 2012 që nga viti kur është themeluar. Shaban, të kemi përsëri në lidhje, të lutem le të vazhdoj, zoti Husejni. Po, Teuta, tani zotri Husejni ka vetëm një mesazh për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Shumë të fala, ne jemi bashkë të gjithëve shqiptare. Shumë të fala, të gjithë jemi bashkë. Që të jemi të gjithë të bashkuar. Unë nga këtu e falenderoj zotri Husejnin për lidhjen direkte që patëm me televizionin kombëtar Klan Maqedonia, ndërsa pas pak do ta kemi profesorin e gjuhës shqipe këtu, i cili vepron vite me radhë këtu, zotri Shefqet Balla. Zotri, ju faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Husni, shumë faleminderit dhe faleminderit që mbani gjallë shpirtin shqiptar në Izmir. Po. Teuta, me siguri keni ndjekur edhe pamjet të cilat i filmova këtu në shoqatën Çameria, këtu në Karshiakat Izmirit. Besoj se edhe përsëri do t'i përsëritni ato pamjet. Patjetër. Ndërsa tani këtu pranë meje është Shefqet Balla, një emër i njohur tek shqiptarët e Turqisë, është këshilltar në komunën Karshiaka këtu në Izmir, është profesor i gjuhës shqipe, i cili ligjeron dhe është personi i cili merret edhe me politikë. Fillimisht, mirëseardhje zotri Shefqet.
Mirë ju gjeta. Edhe një përshëndetje për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, sigurisht. Unë ju përshëndes këtu të gjithë dhe ju shqiptarët që ndodhin në Maqedoni nga Izmiri, siç tha pak më përpara zoti Shaban, që këtu ka shumë pak shqiptar, rreth 2 milionë gjys. Ju përshëndesim zoti Balla, faleminderit shumë edhe ju që kontriboni në mësimin e gjuhës shqipe tek këto pak shqiptarë që jetojnë në Izmir. Diçka për veprimtarinë e shqiptarëve këtu në Izmir të Turqisë. Këtu në shoqatën Çamëria unë kam 10 vjet që jap gjuhë shqipe. Deri tani kanë kaluar ose kanë mësuar gjuhën shqipe rreth 500 shqiptar ose dhe jo shqiptar. Tani unë kam afërsisht 3 nivele të kurseve të kursit të gjuhës shqipe, 3 grupe të kursit të gjuhës shqipe dhe jemi vazhdimisht japim në gjuhën shqipe ose mësojmë gjuhën shqipe si në shoqatën Çamëria, ashtu edhe në disa objekte të komunës së Karshjakës. Unë njëjtën kohë merrem dhe me politikë këtu dhe i përfaqësoj shqiptarët e Izmirit këtu në politikën vendore. Në qytetin e Izmirit. Në qytetin e Izmirit, kuptohet. Por më shumë e rëndësishme është që gjuha shqipe këtu nuk është harruar akoma. Këtu flitet shqip në Izmir, por nuk shkruhet. Kjo është detyra ime që unë po bëj tani, që të mësojnë të shkruajnë dhe të kuptojnë më mirë gjuhën shqipe, gjuhën standarde të shqipes. Pra, për këtë unë kam bërë edhe një metodë gjuhës shqipe, metodën për të mësuar gjuhën shqipe. Ky është aktiviteti më kryesor këtu. Sa është interesimi i shqiptarëve për të mësuar gjuhën amtare? Këtu është shumë interesimi shumë i madh për arsye se kanë interes për me bisedu me kushëritë e vet si në Shqipëri, Maqedoni dhe në Kosovë, edhe në treva të tjera të shqiptarëve të Ballkanit. Kështu që atëherë, na thoni ju me që thatë se merreni edhe me politikë, jeni i kiqur edhe në këshillin e komunës Karshjaka këtu në Izmir, sa shqiptarët janë të kiqur në institucionet e qytetit të Izmirit, por edhe në institucionet shtetërore? Qyteti i Izmirit është afërsisht 5 milion banor. Nga këto 2 milionë gjys janë shqiptar, pra më shumë se 50% e votuesve të Izmirit janë me origjinë shqiptare. Kjo do të thotë që ne si shqiptar përfaqësojmë, pra jemi votues shumë kryesor në këto vendimet ose në politikën vendore të Izmirit dhe kjo është dhe ajo që vërtet jemi shumë aktiv në politikë, por nga që Izmiri është pak larg nga Shqipëria. Pse është larg? Sepse për të ardhur në Izmir do të shkosh në fillim në Stamboll, pastaj të kthehesh në Izmir. Dhe kjo bën atë që afrimiteti me shqiptarët në Shqipëri ose në Maqedoni ose në Kosovë është pak i largët. Ka shteti shqiptar ka shumë pak informacione për shqiptarët këtu në Izmir. Pra kërkojmë që shteti shqiptar të jetë më aktiv me shqiptarët këtu. Si është bashkëpunimi i juaj, i shoqatës suaj ose shqiptarëve të Izmirit me institucionet, qoftë në Shqipëri, në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut? I herë në radhë parë unë të falenderoj ty personalisht që po bën gjithë këtë kontribut, keni ardhur nga Maqedonia dhe keni ardhur deri këtu dhe po bëni edhe falenderoj edhe Plan Maqedonia për këtë aktivitet që ose po na jepni juve këtë mundësi që të tregojmë që edhe në Izmir jetojnë shqiptar. Edhe duhet që të bashkëpunojmë edhe më shumë. Cilat janë ato bashkëpunimet deri tani? Shteti shqiptar ka filluar të shpërndajë disa libra për mësimin e gjuhës shqipe falas nëpërmjet ambasadës këtu në Ankara. Kuptohet, por këto janë të pamjaftueshme, duhen më shumë. Duhet bëhet të jemi më aktiv, shteti shqiptar të jetë më shumë aktiv me shqiptarët që ka edhe detyrë që për të interesuar edhe për shqiptarët që jetojnë në Turqi, ashtu. Por ndryshimi më kryesor është këtu që shqiptarët e Turqisë nuk kanë Kemi përsëri një ndërprerje të vogël teknike, sa ishim duke dëgjuar zoti Ballën në përgjigjen e tij për atë se sa bashkëpunojnë shqiptarët me institucionet vendase turke
Në vazhdim doja ta pyes edhe nga e ka priardhjen zoti Balla në fakt, po shpresojmë që të na vazhdoj lidhja dhe ta vazhdojmë bisedën edhe pak me zoti Ballën, sepse ishte një personazh shumë i këndshëm në fakt në bisedë, ishte shumë i qartë, e fliste një gjuhë të pastër, sigurisht pasi që është dhe profesor ligjëruesi i gjuhës shqipe dhe kontribuon në një mision shumë të madh në Izmir për gjithë shqiptarët që janë atje. Në fakt unë nuk e dija janë këto shqiptarë 2.5 milion shqiptarë në Izmir të zyrtarizuar ose a numërohen zyrtarisht, domethënë kaq shumë shqiptarë në Izmir vetëm dhe po janë zyrtarisht, janë të zyrtarizuar. Po sa janë zyrtarisht në gjithë Turqinë? Dhe ajo sa? 6 milion? 6 milion? Është zyrtare? Okej, do ta pyesim të zoti Ballën për këtë çështje, për të marrë përgjigje. Shaban, një sekond. Turqia, po? Një sekond, Shaban, se u ndërpret deri në momentin kur zoti Balla tregonte bashkëpunimin e institucioneve me shqiptarët. Po, pikërisht ati do vazhdojë zotni Balla, domethënë bashkëpunimi i shqiptarëve me institucionet. Pak më përpara dhe kryetari i shoqatës tha që aktivitetet këtu me ndërmjet shtetit shqiptar dhe me shoqatat shqiptare këtu janë pak të vështira për arsye se kontaktet nuk janë shumë direkte, por edhe pak, siç thash më përpara, ju falenderoj juve si Klan Maqedonia edhe zotit Shaban për këtë afrimitet, sepse duhet t'i tregojmë se edhe këtu në Izmir ka shqiptar, edhe këtu në Izmir jetojnë shqiptarë që nuk kanë ardhur dje, që nuk kanë ardhur këto 20 vjet të fundit, por kanë lindur, edhe babai i këtij ka lindur këtu, ato kanë lindur këtu. Pra, nuk e mësojnë shqipen vetëm nga nëna dhe babai, por duhet ta mësojnë nëpërmjet kurseve dhe të standardeve të gjuhës shqipe, sepse kuptohet është shumë e vështirë të komunikojnë me familjarët në Shqipëri, për arsye se ato nuk dinë turqisht, ato nuk dinë shqip. Që të bashkohen më shumë me familjarët, njëri me 2 familjet ose bashkimi familjar, duhet në radhë parë të ketë një bisedim ose të jetë një bashkëpunim në fillim për me fol, pastaj të tregojnë problemet e tyre. Por me institucionet shqiptare në Maqedoninë e Veriut, a keni pasur takime bashkëpunim me komunat si janë Shtetova, Kostivari, Çajiri, Dibra, Struga e kështu me radhë? Unë për këtë kam një rezervë për arsye se vërtet disa komuna nga Maqedonia, komuna shqiptarëve që drejtohet nga shqiptarët vinë në Izmir, po këtu duhet të bashkëpunojnë më shumë me shoqatat e shqiptarëve këtu në Izmir, sepse duhet kemi një mundësi të bashkëpunimi. Mos themi vetëm Shqipëria, po edhe shqiptarët e Maqedonisë duhet të jenë më aktiv me shoqatat e shqiptarëve këtu në Izmir. Për arsye se këto bashkëpunime, këto takime, këto bashkëpunime të jenë më të vazhdueshme, sepse atëherë do të na ndihmojnë edhe neve që të afrohemi më shumë me gjuhën shqipe, me kulturën shqipe dhe mos ta harrojmë, sepse nëse do të harrohet, do të kalojnë në asimulim, do të asimilohen shqiptarët këtu. Kjo bën që neve na del një detyrë shumë më rëndësishme që bashkëpunimet ta kemi më të afërt. Pra, kërkojmë që nga komunat e shqiptarëve të Maqedonisë kenë më shumë kontakte me neve dhe unë jam gati të bashkëpunoj. Ju përmendet se kemi një numër të madh, jashtëzakonisht të madh të shqiptarëve të cilët jetojnë këtu në Izmir. Atëherë me 14 maj kemi dëgjuar se ka zgjedhje të përgjithshme. A do të përfaqësohen shqiptarët me ndonjë deputet, me ndonjë personalitet të njohur të cilët do të mbrojë interesat e shqiptarëve këtu në Turqi? Po, kjo është një pyetje shumë e bukur për arsye se jemi futur në politikë tani. Unë jam një ndër drejtuesit vendor këtu, pra jam këshilltar në komunën e Karshjakës dhe përfaqësoj shqiptarët këtu në komunë dhe me kalimin e kohës do të marrim pjesë edhe në parlamentin turk. Por, për momentin, nga Izmiri dalin disa nga deputetët që janë me origjinë shqiptare dhe janë aktiv në politikën turke dhe ato e përfaqësojnë komunitetin shqiptar këtu.
Por ne duhet të jemi më aktiv, unë kërkoj që të jemi më aktiv dhe në këto zgjedhje 14 majit, unë mendoj që partia ime që unë jam aktiv në partinë tim, në Partinë Republikane ose Gjumhuriet Halk Party si quhet, do të fitojmë ne këtë radhë. Pra, ne do të jemi në pozitë vitet e ardhshme. Por ajo që është me rëndësi, qyteti i Izmirit disa herë është udhëhequr nga kryetar shqiptar, aktualisht është Mustafa Tunçoyer. A do të vazhdon qyteti i Izmirit të drejtohet nga kryetar shqiptar? Në qoftë se një kryetar që nuk merr votat në Shqipëri e shqiptarëve këtu në Izmir, ai nuk zgjidhet kryetari i Izmirit. Pra, sido që me qenë, në qoftë se nuk do të ketë një rënë të tjetë shqiptar, ai kryetari i Izmirit nuk zgjidhet asnjëherë si kryetar. Pra, votat e shqiptarëve në zgjedhjet vendore këtu në Izmir janë vendimtare. Pra, edhe sot kryetari i Izmirit është me origjinë shqiptare nga Prishtina. Më përpara ka qenë edhe Ahmet Prishtina disa vite. Pra, shumica këtu janë drejtuesit janë shqiptarë. Do të thonë do të vazhdojmë gjithmonë që të udhëheqim Izmirin. Pasi thamë që jemi numër i vogël, 2 milionë e gjysmë. Atëherë, me që unë vi nga fjala e sportit, atëherë na thoni, a janë të organizuar shqiptarët se përket klubeve sportive? Këtu në klube sportive nuk jemi të organizuar, por vetëm jemi me shoqata kulturore, shoqatat e kulturore të shqiptarëve dhe disa vendeve, disa zonave të trevave shqiptare, por me sport jo, më vjen shumë keq, po me ardhjen tuaj këtu besoj se do të jetë një fillim, do të jetë një shkëndij që mund të bëjmë diçka për me krijuar klube shqiptare. Sporti është ambasador më i mirë i një kombi. Ke shumë të drejtë. Edhe këtë e kuptova pasi jam takuar me ty dhe mendoj që tani mrapa do të jemi më aktiv në sportin. Zoti Shqiptar, unë do t'ju kisha lutur të përcjellni një porosi nga Izmiri për shqiptarët të cilët jetojnë në Maqedoninë e Veriut nëpërmjet televizionit kombëtar Klan Maqedoni. Faleminderit, edhe një herë falenderoj shumë televizion tuaj dhe unë ju uroj të jeni shumë të merrni më aktiv, të merrni pjesë në politikën në Maqedoni dhe sepse në qoftë se ju do të jeni më të fuqishëm atje, ne do të jemi më të sigurt këtu. Qoftë se edhe ne do të jemi të fuqishëm këtu në Turqi, edhe ju do të jeni më të sigurt atje. Pra, duhet të bashkëpunojmë dhe të jemi së bashku të gjithë shqiptarët. Do të thënë kjo porosi vlen edhe për kryetarët shqiptar të komunave në Maqedoninë e Veriut, ashtu? Po. Edhe i bëj një apel atyre që të bashkëpunojnë më shumë me ne. Teuta. Shaban, kam ca pyetje në fakt unë për profesor Ballën. Po, urdhani. E pash më herët një libër që e ngriti në kamerë dhe shkruante Arnavutçe. Po. Ashtu i thuan shqipes në turqisht? Arnavutçe, po. Ashtu i Ja thuan? shkruan edhe në gjuhën shqipe këtu. Gjuha shqipe për të huaj. Për të huaj. Profesor Balla, Arnavut kam marrë vesh më herët se do me thënë rebel, një njeri që shkatron, një njeri i keq. Kështu i kanë thënë turqit shqiptarve. A është e vërteta? Përkthehet kështu fjala Arnaut? Unë kam lindur në Shqipëri dhe jam rritur në sistemin komunist. Dhe sistemi komunist ka krijuar një dyshman ose një armik të ëndrës, siç ishte Osmanlia dhe Osmanlit i thushin shqiptarëve Arnavut. Pra, nëse do të ishte Osmanli i keq, edhe Arnauti do të ishte i keq në këtë aspekt. Po, ky është vetëm një ëndër ose një vizion i komunizmit, i sistemit komunist, sepse Arnauti vetëm në Turqi neve shqiptarëve na thonë Arnaut. Gjithë bota neve na thotë Shqiptar, ose Alban. Nuk është e vërtetë. Shqiptarët tu janë me besë dhe janë shumë të respektuar, shumë të respektuar. Po do me thënia e fjalës, nuk do me thënë asgjë keq? Asnjë fjalë, asnjë kuptim keq nuk ka. Përkundërzi ka një kuptim shumë pozitiv. Shumë e bukur. Doja t'ju pyes gjithashtu për të 2.5 milion shqiptarë që janë në Izmir. A janë zyrtarisht regjistruar si shqiptar ose vetëm ne si popull e dim se sa bashkëkombëtarë tonë jetojnë aty? Ti e di që shqiptarët nuk e kanë asnjë dokument, nuk e shkruajnë asgjë, nuk hudhin firmë në asnjë vend, kështu që vetëm që ndihemi shqiptar, asgjë më shumë. Domethënë nuk janë të zyrtarizuar. Ja. Sa llogariten atëherë kështu në numër gjithë shqiptarët në Turqi?
Mund të jap një informacion të tillë. Për afërsisht 6 milion? Jo, janë shumë më shumë. Janë shumë më shumë? 20 milion janë. Për arsye se dallga e parë që kanë ardhur nga trojet shqiptare, kanë ardhur në Turqi shqiptarët, kanë ardhur në vitin 1878. Aty kanë ardhur afërsisht 400.000 shqiptarë. Ndërsa dallga e dytë që kanë ardhur në vitin 1923, kanë ardhur afërsisht 1 milion shqiptarë. Ndërsa dallga e tretë ka ardhur pas vitit 1952. Dhe ato janë afërsisht 1 milion. Pra, nga dallga e parë që kanë ardhur shqiptarët 400.000 janë brezi 7 ose brezi 5 që jetojnë sot këtu. Dhe po ti mbledhësh gjithë këto, në gjithë Turqinë e kalon 20 milionë. 20 milionë e kalojmë. Mos jemi pak si optimist. Jo, nuk jam optimist, po e kam me dokumenta për arsye se po që se do të atë 6 milionë e ka referuar vetëm një kryeministër turk, Demireli, në atë kohë dhe ka thonë unë kam 6 milionë shqiptar këtu. Më tepër se sa Shqipëria. Por e vërteta nuk është ashtu dhe po të shikosh në çdo qytet të Turqisë ka shqiptar, pra jemi shumë. Si e keni punën me politikën pasi Shaban? Po, dhe ta pyes sa është me Erdoganin, a si e ka punën pasi është i kyçën politik? Zotri, po se kemi edhe themeluesin e shoqatës. A kemi edhe një personazh, më fal. Po, edhe një 2 minuta do të flasim edhe me te. Do të thonë për pyetja e fundit urdhnoni tash te utapyetjen bën ja. Përshëndesim zotin Ballën. Më fal edhe një herë Shaban, do ta rikthesh edhe një herë personazhin e parë? Jo, kjo është themeluesja është tjetër. Po, është tjetër, në rregull. Po. Në rregull. Atëherë do përfundoj me zotin Balla. Po. Do përfundojmë, falenderojmë shumë. Nëse keni diçka për zotin. Po, falenderojmë shumë profesorin që kontribuon. Televizionit, falenderojmë që gjendemi këtu. Ndërsa tani Teuta do ta kemi themeluesin e shoqatës Çame. Po. Themeluesin e shoqatës Çame, këtu zotri Izet Shimshek, i cili pas Izet Shimshek, në rregull? Po, Izet Shimshek. I ke 7 minuta, po. Po, kemi kohë. Zotri Izet, mirëseerdhët në televizionin në Klan Maqedoni. Mirëmëngjesi zotri Izet, mirë se keni ardhur. Mera, qive në aptaj mirë jeni inshallah. Faleminderit, mirë jemi, ju si jeni zgjuar. Pra, zotri Izeti është themelues i shoqatës Çame këtu në Karshijak, në Karshijak, Turqi, ndërsa pas neve këtu nuk e di, Teuta, a keni vërejtur se çfarë shkruan? Po, e vërejtëm dhe te pamjet që ke quar Shaban, janë të gjitha qytetet shqiptare të shkruara në flamurin kombëtar, shumë e bukur. Do me thonë, edhe të na akoma nuk i kemi shkruar të gjithë në vendin tonë, por këtu i shkruan të gjitha viset shqiptare. Atëherë, na thoni kur e keni themeluar këtë shoqatën në Çame këtu në Karshijak? Dimet vitu bu, ki e kemi hapur këtë lokalin, u 20 vjet, 20 shok, e martim vesh ki jemi neve Çam, të hapëm këtë lokalin, këtë e hapëm edhe shukër Zotit, pse se neve jeshim shqiptar, andaj këtë kemë hapur. Po, i bie telefoni Zotit Izetit në rregull, është nuk ka problem. Shqyqyr Zotit që keni hapur, sigurisht shqyqyr Zotit, se jeni shumë atje. Shoqata është themeluar në vitin 2012 në rastin e 100 vjetorit të pavarësisë të shtetit shqiptar. Do të thonë, është një themelim jubilar. Ku të gjithë shqiptarët të cilët jetojnë dhe veprojnë këtu në Izmir kanë pasur rastin që t'i bashkangjitet manifestimit të madh të gjithë shqiptarëve. Do të thonë, edhe unë disa fjalë të dhëna i mësova sot se ka mbi 20 milion, kjo vërtet pakës më habiti. Është shumë numër i madh, po. Mbasi po, numri i madh. Zoti Izet, na tregoni përvojën tuaj jetësore. Na tregoni pak nga kur jeni në Turqi në Izmir? Kur keni ardhur? Kur kemi ardhur, 1930 vit kemi ardhur. Dhe si ka ndodhur migrimi juaj në Izmir? Kur erdhi babaj, 4 vëllezër keni ardhur, nanaja edhe gjushja i mala,
këtu në Izmir kemi ardhur, një muaj këtu rritim, pastaj qeveria e mori neve e shpurin një Anadol Burna. Rritim atje 20 vit, pastaj u kthem erdhim në Izmir, se këtu erdhim, pse erdhim këtu, se shqiptarët. Nuk ka problem, nuk pengon telefoni fare. Pastaj erdhim këtu ishin shqiptarët, pse në Anadol Burna nuk rojmë do, se pse ata tani ti e njata. PKK somi neve në Turki. Ata jeshin në Anadol, me ata ziheshim, bim luft me ata, populli. Pastaj ata e shitim vëndin, erdhim këtu në Izmir, rojmë, pastaj u jam tani 17 vit mërë para kam lindur në Izmir, tani qam jemi edhe kemi bën merak ku ishtë shqiptarët në Kosova, ku ishtë në Malizia, ku ishtë në Shqipëria, ku ishtë në Qamria, ku ishtë Makedoni, të tërneve, këta shqiptarët e të dinki, po erdhim një vënd neve, do marim me Albanin, do marim Balkanin, atë të di. Këta shqiptarë, ashtu t'i kesh ama një zëmër mua, zemra mal më mbushet. Do bënet. Bak, u jam plak, ti e re. Të shoj që bak, ama 15 dit, ama 20 dit, ama 25 dit pastaj, këta shqiptarët një balkoni, një vëndovim. Këtë të gjithë të njaja të di, aj greku të di, aj sërbi të di, aj tjetëri të di. Neve jemi shqiptarë. Ti më shetot ka televizioni mua, qësire e kam mustaket edhe qësh e kam këtu. Ashtu jam shqiptaru. Kollanen e kam, Ku që zi. Këtë të diqë. Teuta? Atëherë, dua ta pyes zoti Izetin. Të falenderoj zotrin Izetin. Po, dua ta pyes, a din të flasin shqip familja e atij? Se shumë më pëlqeu personazhi i tij. Po, familja, a din të flasin shqip familja jo pyetën Teuta? Do flas. Flasin shqip? Po. Shqip, pra patjetër. Faleminderit shumë zoti Izet që kontribuoni dhe që keni themeluar organizatën Çame në Izmir. Për Çam, shumë selam e kemi edhe neve. Mirë jenë atë një Makedoni, shumë selam, televizionit, kene ardhur këtu erdi këta shokut, e pam, shumë faleminderit atyre, edhe juve, shumë selam, hajde, do pikemi inshallah kur do vit atje. Patjetër. Do shifemi në jeni të mirëseardhur. Jeni shumë të mirëseardhur, zoti Izet. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Shumë selam dhe për ju. Po. Sa i lezet që... Teuta, para se të mbelli, unë shfrytëzoj rastin edhe një herë të falenderoj të gjithë shqiptarët këtu në Izmir të Turqisë, të cilët e na pritën ngrohtësisht këtu bashkë mua me shoqërinë time të cilët kemi ardhur këtu dhe aktiviteti jonë nuk do të përfundon këtu. Vetëm t'ju theksoj atë se unë kam qëndruar edhe në Bursa ku ka afro 1 milion shqiptar dhe atje kam pasur mundësi që të zhvilloj disa biseda me shqiptar eminente të cilët janë në qytetin e Bursës, ndërsa këtu rastësisht e takova edhe kryetarin e shoqatës Vllaznia nga Durrësi, zotri Idris Gashin, i cili ka po të njëjtin mision si duket ka ardhur këtu për të ftuar shqiptarët e Turqisë, qoftë në Bursa, qoftë këtu në Izmir, për të ftuar që të marrin pjesë në turneun e tij Vllaznimi Cup. Të shpresojmë se ndërsa një reportazh më të gjerë nga vizita ime që kam bërë Turqisë, me siguri ditëve në vijim kur të kthehem në Maqedoni, do ta përgatitim së bashku dhe do të kemi se çka të shohim. Kënaqësi e madhe, Shaban, kënaqësi e madhe, faleminderit shumë që sollë këto personazhe. Unë edhe një herë ju përshëndes juve
domethënë të gjithë kolegët e mi. Faleminderit shumë, përshëndesim fort edhe ne. Përshëndes edhe familjen time, të cilët nuk i kam parë 3-4 ditë, edhe të gjithë të tjerët. Atëherë, edhe një herë një përshëndetje këtu nga Izmiri. Nga shoqata Çame këtu në Izmir, pra sa të mirë janë, të fala. Të fala të gjithë shqiptarëve në Izmir. Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Atëherë Teuta, faleminderit për emocionet. Lidhje direkte dhe mirupafshin. Mirupafshin, kalo sa më mirë. Shaban Sinani, zoti Husni, zoti Izet dhe zoti Shefqet ishin pjesë e programit sot nga Izmiri, shqiptarët cilët kontribuojnë për të mbajtur gjallë shqiptarinë në Izmir, shumë të mirë, sidomos personazhi zoti Izet ishte jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm, s'kam çfarë të them, ma ka rregulluar ditën. Faleminderit shumë që na ndoqët deri në këtë orë, deri në fund programit. Ti themi tani mirupafshim, ju uroj një javë të mbar e sigurisht takohemi nesër në orën 8. Oh, happy day.